Gjatë fazës testuese, menaxheri bën edhe një vlerësim të punës provuese dhe nëse vlerësimi është pozitiv, e mira tani është që kontrata është me fat pacaktuar dhe nuk kanë frikë stafi që a do ndërpritet kontrata këtë ditë apo në ditë, se zakonisht po flas për përvoja të mia kur punojshim me misionet kombë bashkuara, ai kemi pas kontrata çdo 6 muaj. Dhe kur vinte muaji i fundit na kapte ai stresi se na nuk kishim që vendosim për vete, vendosin dikush kombet e bashkuara dhe ata të cilët merren vendim për buxhetin tonë. Dhe muaji i fundit ishte e gjithë biseda, nuk ish koncentrojnë punës apo vazhduan, sapo vazhduan. Tena nuk e kanë këtë breng. Kontratat janë me afat pacaktuar. Pra për gjithë punonjësit janë kontratat me afat pacaktuar. Kjo është një benefit shumë i mirë. Kontrata mund ndërpritet vetëm nëse ka shkelje serioze të ligjit punës apo dëmtim të imazhit të kompanisë. Përndryshe, nuk ndërpriten kontratat për një arsye nëse nuk po bën punën mirë. Nëse nuk e bën punën mirë, stafit i ofron mundësi trajnimi shtesë, që mu rrit mu zhvillu, por asesi nuk vim në atë fazë që t'ja ndërpresim kontratën, nga se njerëzit kur të vinë në punu të ty të besojnë edhe janë mbështet në mënyrë të ty, dhe na ja ofrojmë gjitha mundësitë që ai me mbet aty mu rrit e mu zhvillu.